Dhe kur forcërisht pengoi prokuroria që të merrte një pyetje, se kjo që po them unë është një realitet i Shqipërisë jo të para 1000 vjetëve, po të para një dekade. Dhe kush i ka bërë këto hynere sot po ju thot hajde ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Po ky Luli i 77-s, ku ishte ky? Ky ishte këtu poshtë. Këtu poshtë. Ma këndonte këtu poshtë hymnin. Çdo ditë mbyllur në çadër se nuk donte të votonte vetingun dhe reformën drejtësi. E pra, sot flasin këta. Edhe sot tregojnë me gisht. Numërojnë njerëzit që thirren nga drejtësia. Dhe kujtojnë se më impresionojnë mua ose kujtojnë se torolisin shumicën e shqiptarëve që është shumë e qartë që nuk do kishte kur këtu të tilla gjëra nëse nuk do isha këtu unë, në këtë zyrë dhe Partia Socialiste në qeveri. Kur? Altin Dumani është një burr i Zotit, është një burr i ndershëm me integritet, prej shumë vitesh në sistem. E kishe dëgjuar ti ndonjëherë Altin Dumanin që ekziston as ekziston? Aty ishte Altin Dumani, prokuror. Kishte thirrur ndonjëherë Altin Dumani ndonjë njeri me pushtet? Ai thoshe hajde këtu. Kishe parë ti ndonjëherë që njerëzit e veshur me pushtet shkonin të parakalonin para prokurorisë? Me të gjitha kamerat aty, si në festivalin e Kanës, që është historinë vete kjo, po flasim një herë për këtë. I kishe parë gjitha këto gjëra, po nga erdhi ky Altin Dumani, nga hëna erdhi? Jo. Një prokuror këtu në Tiranë, me vite e vite të tëra, por nuk kishte shpatën. Alban, se shpata ishte këtu, te kjo zyra këtu. Shpata ishte si pajisje, këtu në zyrë, që ja përcjellin njëri pas tjetrit të gjithë. Nga qeveria e parë, te dyta, te treta, pastaj te mbreti, pastaj te diktatori, pastaj te presidenti, bufi do me thënë, kur ishte president, që mori fundin në burg kundërshtarin e tij politik, kryetarin e Partisë Socialiste, përmes një drejtësie kukull dhe me shpatën që e kishte këtu. Dhe ky burri me që po flet ti tani, që e shikon në ekran, atë shpatën ja mori ja dorëzoi drejtësisë. Altin Dumanit me kompani, se Altin Dumani sot drejtuesi, po ishte dikush tjetër, po flasim, po e sjell si shembull me që është drejtuesi i Spakut dhe me që nuk i kanë lënë rob shtëpie, nuk i kanë lënë gjë pa i thënë për turpin e tyre, dhe që ka gjithë solidaritetin tonë, dhe fleti, bashkë me Lulin, edhe bashkë me, jo se bufi në fakt thot diçka tjetër, dhe da shkri Spakun në 12 maj. Da shkri Spakun në 12 maj. Në fakt në 12 maj, bufi do jetë duke u shkrirë në lotët e Kënetës për ato që do ndodhi kur të fillojnë të hapen kutitë të ndali Nox Roku aty.